Saktësisht një vit më parë, presidenti i vendit Hashim Thaçi, aso kohë ministër i punëve të jashtme, pati nënshkruar në Vjenë të Austrisë marrëveshjen për demarkacionin me malin e Zi. Një vit pas kësaj marrëveshje, koalicioni qeveritar ende nuk ka arrit të jap epilog përfundimtar. Kundër këtij versioni është protestuar brenda dhe jashtë kuvendit të Kosovës, por gjithë këtë prolongim dhe prodhim të tensioneve, partitë opozitare ja vën fajin qeverisë Isa Mustafës. Sekretari Nismas për Kosovën, Bilal Sherifi, ka akuzuar qeverinë Mustafa për padëgjueshmëri ndaj vërejtjeve të opozitës. Përgjigjse sipas tij për pasojat që ka prodhuar dhe mund të prodhojë ratifikimi eventual i marrëveshjes është qeveria Mustafa. Opozita nuk ka qenë e përfshirë në procesin e vendosjes shënimit në fakt kufirit me malin e Zi dhe me që nuk ka qenë e përfshirë në ditët e fundit para se të nënshkruhej marrëveshja, edhe opozita është informuar nëse nuk gaboj në komisionet parlamentare, por qeveria e Isa Mustafës me varësin e tij Hashim Thaçi, atë kohë ishte ministri i jashtëm, nuk donte as të dëgjojë zërin e opozitës dhe nuk donte të dëgjojë kritikat dhe vërejtjet që kishin të bëjnë lidhur me këtë verzion të marrëveshjes. Ai shprehet i bindur se kjo marrëveshje do të rrezohet me votat e deputetëve të kuvendit të Kosovës në seancën e 1 shtatorit. Në linjë me Sherifin është edhe Frashër Krasniqi nga lëvizja Vetëvendosje. Sipas tij, implementimin e këtyre marrëveshjeve e ka prolonguar rezistenca e partive opozitare dhe qytetarëve të Kosovës. Ashtu si i kemi vënë këto procese deri tash, do t'i anullojmë në tërësi përmes rezistencës të fuqishme dhe intenzive që do të fillojë me 1 shtator. Ky është një sukses i përpjekjes qytetare. Ne gjithmonë e kemi thonë që kur jemi bashkë të vendosur dhe në mënyrë masive, çdo proces të dëmshëm për Kosovën do të mund ta ndalim dhe ende besojmë në këtë. Për çështjen e demarkacionit, qëndrim të ngjashëm me 2 parti tjera opozitare ka edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila po kërkon që kjo temë të hiqet nga rendi i ditës dhe të provohet arritja e një konsensusi nga gjithë spektri politik për kitazime këtë çështje. Ndërsa Faton Abdullahu, këshilltari i kryeministit Mustafa, një ditë më parë ka thënë për televizionin se kjo çështje është e mbyllur për qeverinë dhe janë të bindur se komisioni shtetëror ka bërë punën në mënyrë profesionale. Në fillim të muajit gusht, kryesia e kuvendit ka marrë vendim që me 1 shtator në rend të ditës të jetë projekt ligji për demarkacionin.